numëroj këtu, ju dini më mirë se unë, investimet që kemi bërë dhe që janë ose përfunduar ose në vijim. Investime goxha domethënëse, por jemi akoma larg përmbushjes së kushteve infrastrukturore të nevojshme për të përballuar sfidat dhe nevojat. Ju e dini që unë besoj shumë tek godinat dhe kemi 2 kampuse përpara, kampusin e madh të Tiranës. Në ndërkohë kemi hapur procesin për kampusin e Universitetit Aleksandër Mesiu. Kemi pas një interes jo të vogël nga rreth 40 studio ndërkombëtare. Ka i potencial shumë të madh për të krijuar edhe infrastruktur qëndrimi, rezidence të studentëve, duke pas parasysh trenin që do të jetë në funksion së shpejti, do të jetë absolutisht shumë e thjeshtë që studentët në Tiranë të kenë mundësi të strehohen në kampusin e Durrësit. Dhe për këtë arsye do të ndërtojmë një kompleks studentor rezidencial shumë të mirë, në mënyrë që të ndihmojmë në zgjidhjen e një problemi të madh që kanë studentët për shkak të çmimeve të larta që ka qerat në Tiranë edhe në Durrës, po në Tiranë etj. Ne jemi absolutisht të bindur që jemi në një moment të ri ndryshimi për arsimin e lartë, por ndryshe nga ndryshimi i parë. Tani kemi një bazë, kemi një eksperiencë, ka shumë më tepër qartësi brenda universitetit dhe në skuadra drejtuese për çfarë ecën, çfarë s'ecën. Gjithë këto programe, se nuk i numërova të përbashkëta, kanë sjell një tjetër kuptim dhe një tjetër dije për ku është Europa, ku janë universitetet sot e me çfarë merren, dhe kështu që e kemi shumë, besoj unë, shumë më thellë kuptimin e nevojave edhe të mënyrës se si do t'i adresojmë. Këto kisha unë, edhe faleminderit për vëmendjen, si gjithmonë nuk e mbajta premtimin për të folur shkurt, po kjo është një defekt që tani ma njeh gjithë Shqipëria, kështu që besoj se kam nevojë të sqarohem se pse është i pashërueshëm etj. Shumë faleminderit.